Hari Baraktari, faleminderit për çka ke bërë për Kosovën. Ishte nder i veçantë që u nda urdhri i lirisë zotit Hari Baraktari, si vlerësim për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për lirinë, pavarësinë dhe shëndërtimin e Republikës së Kosovës. Më shumë se 3 dekada, zoti Baraktari ka qenë një nga zërat më të fuqishëm të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qysh në vitet e para i ka bashkëpunuar ngushtë me presidentin Ibrahim Rugova duke përfaqësuar kauzën e Kosovës para institucioneve amerikane. Gjithashtu ai ka qenë mbështetës i palëkundur i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe ka ngritur zërin e komunitetit shqiptar amerikan në arenën ndërkombëtare. Në përkushtim të pandalur, ai ka ndërtuar ura të rëndësishme bashkëpunimi me Shtëpinë e Bardhë, Kongresin Amerikan dhe udhëheqës të tjerë në Shtetet e Bashkuara, duke mbështetur Kosovën në momentet vendimtare dhe duke qëndruar krah popullit tonë, thuhet në mirënjohjen drejtuar nga presidentja e Kosovës, zotit Hari Baraktari. Kushtohet Hari Baraktari, faleminderit për gjithçka që keni bërë për Kosovën.